Ai ka ndryshu kohëlat, përpara ka pas një vlerë qysh me thonë më të madhe se tash. Pra edhe tash ko mirë është, festohet, çdo kush e feston, e mon, shumë është. Ka ndryshu edhe njerëzit krejt, se jo Bajrami. Të shohëm që kështu artullu krejt, ndryshimi i madh, shumë i madh. Jena prish fort, mirë se ardhën, duhet kush ka mundësi me ndigju, me ninue, se është mirë edhe për ata dhe është qitë. Edhe është muj Ramazan, muj Rahmetit, me dhonë, me një muj të varfit, ati skamnorit, dhe këtu janë. A na tregon kohën e ju që keni festu Bajramin? Ai ka ndryshu kohëlat, përpara ka pas një vlerë qysh me thonë më të madhe se tash. Pra edhe tash ko mirë është, festohet, çdo kush e feston, e mon, e qëto. Sa ka ndryshu prej atëherë? Shumë është. Ka ndryshu edhe njerëzit krejt, se jo Bajrami. Të shohëm që kështu artullu krejt, ndryshimi i madh, shumë i madh. Jena prish fort, edhe që ku jena, që pasoni kur Kosova se ka pas, kitë liri se ka pas, e nuk dhja dhe të kjenë, inshallah ka, por të shkelum lirin, që u fitu me gjak, e ata sot që nuk janë, liria aty në është. Po edhe këtyre që janë sot, që kanë diftuë, duhet me shpërblyje, duhet me jo dhonë penzione e rroga të na. Ju që keni me festu ditën e Bajramit? Po, na, si gjetër, si ma herët që ashtu, duhet të festojmë, duhet shkojmë të njëri tjetrit, duhet pritëm të kënë. A keni familjarë shumë këtu? Po, kena. Po, ka. Por, kanë ndryshu koha me të madhe, edhe të familjarët, edhe të pak për njohëm njëri tjetrin, pak për njëmojmë. E kanë ndryshu me të madhe. E na bosim përëndim. Përëndim, asë edhe ku ka djallin, asë qiken, asë babën, asë kur gjë. E që është. Faleminderit që. Edhe ju ashtë.